Procesi shumë pritur i rivlerësimit të pronave që i përafron ato me vlerën reale të tregut është në pritje të udhëzimeve që Ministri i Financave Petrit Mala i thotë se pritet të jetë gati në gjysmën e parë të muajit shkurt. Pritet që të miratohen shumë shpejt. Besoj që brenda gjysmës së parë të muajit shkurt do të kemi udhëzimet përkatëse në mënyrë që të vijohet me procesin e rivlerësimit. Deklarimi real i pagave që ka ndikon drejt për së drejti në fondin e pensioneve është aktualisht në vëmendjen e Ministrisë së Financave dhe tatimeve që kontrollet i nisën nga sektori i ndërtimit. Kemi evidentuar 8.784 subjekte aktive, 25% e tyre i paguajnë punojësve nga 400 deri në 500 euro. Gjithë jemi të vetëdijshëm se tregu ofron krejtësisht pagat tjera, cilat janë më të larta. Por ndërtimi nuk është i vetmi sektori i ekonomisë ku tatimet kanë dyshime për nëndeklarim të pagave. Ndërtimi, turizmi, siguria ushqimore që prapë do vazhdoj të jetë në qendër vëmendjes. Tek ti online është një sektor tjetër që neve po përgatisim plane për të adresuar gjatë këtij viti. Ministria e Financave është në pritje të faturës financiare të përmbytjeve të fillim vitit nga Ministria e Bujqësisë që drejton procesin e evidentimit të dëmeve. Është ende në vlerësim, se sa do të jetë vlera e faturës me cilën shteti shqiptar do të kompensojë tokat e përmbytura. Ndërsa financat kanë gati dhe pritet i çojnë qeverisë për miratim së shpejti ligjin për sigurimin e detyrueshëm të banesave. Primi do të jetë një prim që do të jetë lehtësisht i përballueshëm nga qytetarët shqiptar, ato familje të cilat mbështeten me ndihmë ekonomike apo nuk kanë aftësi për të përballuar primin, do të subvencionohen nga ana e shtetit. Drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Bina i paralajmëroi përdorimin e çdo force ligjore kundër evazionit dhe mos deklarimit të pagave reale, ndërsa pranoi se faza e parë e aksionit ka shënuar një rritje larg pritshmërive të fondit të pagave nga vetë deklarimet.